Çfarë temperimi? Po. I me gradacionin nxehtësisë me ujtin. Do marrin ngjyrë të jeshile, shikon? 67 ka ardhur ky mbroko aty. Qysh atë ka mund dhe sot. Jemi në Lubinj, jemi tek Kovaçania vjetër. Ky fshat ka pasur gjitha asetet, le të themi, të një fshati, duke filluar që nga qendra shëndetësore, shkolla, materniteti e tjerë. Këtu jemi tek Kovaçania. Si e keni emrin zotri? Emrin nga Bektash, Kristo. E kam kthyer me vendim të Këshillit Bashkiak, Shmërisë, 22 quna moshe ime për t'ikur në Greqi, se na rrifnin. Dhe e kthym Kristo emrin Me idenë për të kaluar Vorjo e Pirit. Vorjo e Piri. Ja. Edhe tani e kam Kristo. Po Kristo. emrin e kam pas Bektash Sall. Banorët e zonës tu si të njohin? Banoj në këtë zonë. Apo Kallajxhiu. Jo, hekur punus saldator. Hekur punus saldator. Pa. Kam punur deri me vonë, jam 76 vjeç. Kam 3-4 vjetë që kam lënë punën tani, nuk punoj ma. Edhe kam punur për shembull në kohën e Enverit, se ju vini mos e vogël. Qysh të gozht e mushkave dhe të kule, do t'i bënja unë. Që prodhoni t'ju nga zero? Po, me mjete primitive, kështu. Që të vegla, të sopata, të kazma, do t'i bëmim neve. E këto, bëmim mjete për prashite, në buqësi, tëra vegla të buqësis, që të ploret, të parmendave, që do mitë shtoka me qenë. Qa kishte hekra që duheshin spata, lopata, prodhoheshin nga ju? Lopata jo, po spata, plore, kazma, qylyke, të tëra. I prodhonit për fshatin apo i shisin edhe jashtë zonës? Tër kooperativën. Kam pasur 3 vende pune, këtu në Lubinj, në qendër në Shmërisë dhe në Trashovicë, ajo ball për ball me Grafshin. Tërë zona, tërë kooperativat në atë kohë, me hekur punus, saldator, punonin, që bënin, nuk ishe gozht për të masur kuel, nuk ishe petkoj. Nuk i pledon në treg, i prodhonin ju? I prodhonim neve. Ose nalqet e kuelet, që shkon të kaloshina për... Se transporti mi math atë i bësh me kaloshina, me kuel. Zone poshpe, jo zone jonë këtu, se o zone thyrë, për Shmëriza dhe Trashovica, me kaloshin. Me transport me kuaj, me ato rodat prej druri, paka shumë. Po. Me ishtë 3 hekuri. Po pasi u prish kooperativë? Pasi u prish, kam punur shumë pasaj, këtu se u nda toka dhe njerëzit u turën tokës. Ishim mësur tjetër sojnë në kooperativë, kur kishim pronën e vetë, unë punoja me orë të zgjatra. 3 orë gjumë, se zini në radha, ta me mushka, me kull, edhe më loja tërë këtë zonën. Që në Janç, e në Prenjas, e në Sulë, tërë këtë zonën vini këtu. Mirja Goxhalek, edhe më shtynë të zanati, ka punu privat. Gjithë kjo zona... Kjo më ka dhënë dorë. Gjithë kjo zona që përmendët juve, sot, ka banor, prodhojnë më? Ose ato që keni prodhuar juve, i rikuperojnë? Ne kemi qënë këtu gati 800 banor, afërsisht, më duket. Shkolla kishe 196 nxënës. Këto njësitë administrative të zonës, zona këtu, ka më banor, vinë më këtu për të prodhuar vegla? Jo, nuk vinë fare. Tani se zona jonë kanë hikur të tërë. Ja neve këtuni, në 800 banor, kemi ngellu 70 veta.
Asnjë çun, shkolla u mbyll fare, nuk ka shkollë, si vjetë, pati 2 nxënës, vinin 4 mësues. Si e shikoni ju mbylljen e shkollës? Gjë shumë e keqe. Për ne moshën e tretë, ne kemi qenë në sistemin e Enverit. Unë jam datë lindja 50-ta, jam 76 vjeç, edhe maj mend kur o bërë kooperativ. Se kam qenë klasë parë. Jam bërë, ai që s'bësh kooperativ atëri, e bërin kolakër. Edhe do ty një së zbërë. Ai që nuk punon të kooperativ, nuk futesh kooperativ, bëhesh kolak. Bësh kolak. Për gjithë ata që nuk e dinë çfarë do të thënë termi kolak. Kolak temi ai se mi pasu dhe nuk e dorëzonte tokën, ose baktit nuk e dorëzonte, s'donte. Fillot edhe diktatura. Presa tim, baba im me gjithë Xhaxhan, kishin 200 krerë bakti. Na i murën, i shtullu me një stall, me zorë dhe të rifte dhe polici pasaj. Vinte polici, ta merrte baktin ose mallin që kishe. Ta mirte. Edhe atë vit mori herë pylli. 1000 cakrerë pas stalla ngordhi baktit tëra. Pse? Sistemi kooperativ. Bashkimi tufëzim, bashkimi i tufave. Nuk dini si ti menaxhoni, si ti mirëmbani dhe ngordhin. Pa gjë, që maj mendo pasaj, tuke 63-shi, u bo keq, hamin bukën me racion, buk misri, na 400 gram për frym, tipte atëri. Në 70-ta, dhe në 72-shin ka qenë buka me racion, 600 gram. Ajo ko e Enverit. Pasaj u hoqë. Pas perceptimit tuaj, para se të bësh kooperativa, kanë qenë më mirë njerëzit. Më mirë njerëzit. Kishin, prodhonin, hanin, ushqeshin. Mori sistemin e Stalinit në Bashkimi Sovjetik edhe e përdori këtu. Pasaj u hap luftë e klasave të shumë. Unë për shembull ka marru 4 klasë dhe nuk më lejosh të vazhdoja 7 vjeçare dhe kishim shumë larg. Ne jemi bërë 5 veta dhe shkomi që këtu 3 orë në Tunj. Në Tunj ka pasur shkollë? Ka pasur shkollë. Kjo është sa larg është nga Gramshi Tunja? Pak a shumë? 16 km. 16 km. Pra është më larg se sa Lubinja. Jemi neve. Edhe kjo histori ka qenë që maj mend unë të tërë këtë. Si e kujton kohën kur është hapur shkolla këtu? Pasaj ju hap shkolla që një gjë e madhe. Unë e kam marru 7 vjeçaren në Sult. Mu dha e drejta të mësonja, mi po një xhaxha im kishe qenë 3 muaj me ballin, edhe ndjeksh pse ke qenë me ballin, edhe nuk më lanë të vija në shkollë. Pasaj i hyra zanatit vetë si erdha në ushtria, i hyra këtij zanatit. Nuk më lejon, vetë, me forcat e mia. Po hapjen e shkollës si e kujton këtu në fshat? Hapja e shkollës ishte shumë gjë e madhe, 7 vjeçare kur bë 7 vjeçare. Sa moshë keni qenë kur është hap shkolla? Unë kam 7 qenë vjeçare. moshën 18 vjeç i ka ushtar. Unë kam qenë në moshën 16 vjeç. Kur hapa shkolla këtu, 7 vjeçare. Sa fëmijë ishin atë vit që u hap shkolla? Po, ishin goxha, 100 ca ishin, më tepër. Pra, ishin mbi 100 fëmijë në momentin që është hapur si shkollë. Shkolla e parë atëri, 100. Dhe sot jemi para faktit që ajo shkollë nuk funksionon. Ajo shkollë nuk funksionon. Umbyll. Dhe këtu thua që fshatit po vjen fundi apo jo? Fundi. Krejtësisht fundi. Më keq se në atë sistem ku kam qenë unë i vogël. Pra ju keni jetuar para kooperativën, demokracinë. Demokracinë. Cili sistem është më i mirë? Sistemi më i mirë o tani, po të rinin fëmijët këtu të punonin, ose të investon të shteti, si që investon në qytet, të investon edhe në fshat, si që ka bota, që buxhetin e shtetit e ndanë për frym, edhe investon si në qytet dhe në fshat. Këtu është maskallik. Në ajo hikin të rinjt, marrin. S'ka rrugë, nuk ka ujë, nuk ka si. Vujnë të punojnë gjithë këto ullishtat,
ime Salju dha një shtytje atë në 2005 për ullistën. Shkule marën, thaj, dhe vere ullirin, ati dhe ashtu bon pëtor quna të këthyn nga Greqia, nga Italia, pasaj erdi kjo ko, hikën prapë, së u gënjën. Dhe vazhdojnë iki. Dhe vazhdojnë hiki, s'ka. Pëtor, dyshe, njëshe, s'ka, gjamëgji, shkretir, gjithë kjo fshat, ishtë tjel, 4 metra larkë, shpit në njëri tjeti. Sa atë i kisha vit verdh, në konën verit, pasaj në 75, sa këshu. Qështë 70-ën, ishe planifikim. Nuk të lidaj më shumë se 4 metra larkë njëri tjetit. Si do mos e mezi fshatit, të ke kemi në shpijat. A zjeni këtu në fshat tani që rinia ka ikur, pse hyret e këto ka ime, pse më shtyt e gardhin, pse më prishe Po të zien më shumë vlla me vlla, ata tafet këshuni, zien për gjora këshu, për jo, nuk zien. Një